Përshëndetje, shtëpia juaj ka nevojë për pastrim, por jo pastrim e fshes, pastrim spiritual. Atëherë, më lejni t'ua shpjegoj, ju lutem. Këtu kam dy deg. Kjo është rozmarin, kurse kjo dafin. Që dyja janë të freskëta. Në bashkëpunim me njëra tjetrën, këto janë shumë të forta për pastruar shtëpinë tonë nga efektet që nuk duken akoma dhe me sy të zhveshur, si për shembull energjia negative. Më dëgjoni, ju lutem. Unë para një ore kisha një takim në telefon me një grua, me një zonjë nga Tirana, e cila më thoshte që Edmond, ne zjemi pa arsye fare, fëmijët gërthasin, burri gërthet. Nuk ndjehemi mirë në familje, cila është arsyeja. Atëherë, arsyeja, o Zoti i Madh, këtu shikon çpari se diell, tani është re. Këtu në Angli shikon të 4 stinët në një ditë. Jo, gjunat qajmë. Atëherë mos dalim nga tema, dua t'ju them këtë që efektet janë të shumta. Asnjëherë ju prindrit, asnjëherë mos u bleni fëmijëve rroba të përdorura në pazar. Për shembull pantallona, këpucë, atlete. Pse? Sepse këto ju nuk e dini kush i ka veshur më para, mund të ketë qenë edhe smur. Fëmia tjetër, djali tjetër që ka veshur, okay? Nuk e dini. Atëherë, ky është një efekt. Efektet tjera që njerëzit nuk e dinë, edhe kanë edhe smundje të paspjegueshme, qoftë në trup, qoftë në mendje flas, efektet janë shumë të shumta. E para punës, në shtëpi neve asnjëherë nuk duhet të lëm enët pa lara në darket. Okej? Pse? Sepse ka ashtu siç ka dhe miza apo muskonja që ushqen me mbeturinat në pjatë, ka dhe efekte të tjera që jo vetëm ushqen, por marrin energji nga energjia juaj. Asnjëherë kur flëm gjumë, nuk duhet që karrigja të jetë në drejtim të çiftit që fle gjumë, okay? Pse? Sepse ka qenë të padukshme, shpirtra e ndatsak që ulen mbi tavolinë dhe ju shikojnë juve tërë natën duke thjetur gjumë pra. Sikurse edhe, si e themi në shqip, freskusja nuk duhet të jetë në drejtim pra të krevatit. Asnjëherë nuk duhet të mbajmë pasqyrë ballë krevatit. Jo, asnjëherë në verë nuk duhet të mbajmë dritaren e dhomës që flëm gjumë hapur. Nëse kemi air condition, ajër të kondicionuar, gjithmonë duhet mbajtur mbyllur. Pse? Sepse duke mbajtur hapur, edhe sidomos për familjet që janë në kat 2, në kat 3, në kat 4, okay? Është shumë e rëndësishme, nëse hapim dhe mbajmë hapur gjatë gjithë natës, ka shpirtra e ndatsak që enden hypin lart në pallate, okay? Dhe ju shikon juve duke fjetur gjumë. Sidomos kur familjet janë në kat 2, në kat 3, në kat 4 dhe shikojnë poshtë, shikojnë një barake atje ose një shtëpi poshtë urës, një barake të vjetër, okay? Që aty mund të ketë qenë një person i smur, mund të ketë vdekur dikush, okay? Pra janë qenie të padukshme që si themi neve shpirtat e ndatsak, pra që qarkullojnë. Asnjëherë pra dritare nuk duhet mbajtur hapur. Rasti tjetër që njerëzit ndihen shumë keq është edhe celulari. Asnjëherë celulari në kohën që ju flini gjumë, asnjëherë mos e mbani poshtë jashtëgut, asnjëherë mos e mbani të komedina. Unë mund të them një rast për veten time, kam këtu 3 muaj që më ndodhi diçka dhe dua ta ndaj me juve. Unë fjeta gjumë në orën 1 të natës dhe në orën 5 unë isha zgjuar. Telefonin e kisha ngjitur. Sepse sigurisht telefonat kanë 5 giga, apo jo. Unë nuk mund të flija dot fare, të them drejtën, isha i zgjuar gjatë gjithë orëve, 4-5 orë i zgjuar, syt i kisha hapur kështu, më shikoni lutem kështu. Kështu, edhe drejt tavan. Isha e ndjeja shumë mirë që nuk isha në gjumë, po isha zgjuar dhe nuk lëvizja dot trupi tim fare. Nuk thesha dot as majtas, as djathas. I ngrir trupi. Edhe nuk çosha dot. Që do të thotë, unë kam dëgjuar edhe një emision kur isha në Greqi, se atje jetova për 28 vitesh. Një specialist thoshte duhet patur shumë kujdes telefonit mos ta mbajmë në dhomën e gjumit, por në krahun tjetër, në dhomën tjetër duhet të jetë i fikur fare. Pse? Sepse në kohë lufte, okay, të fut një shtaçe të mirë ose teçe, 8 giga që nuk çosh dot nga krevati. Edhe kjo është e vërtetë, unë atëherë qeshja para 5-6 vitesh. Po ja që e psova vet. Jo vetëm aq, por telefoni raporton në vend tjetër që e kapëm një person, një peshk. Bie fjala, e kapëm një. Edhe çfarë ndodh? Telefoni raporton atje, të mat tyja pulsin, të mat zemrën, të mat gjendjen tënde shpirtërore. Pra të ka izoluar, të ka bllokuar aty ku je. Edhe me orë të tëra, në qoftë se nuk lëviz majta zgjatë, sepse njeriu kur lëviz majta zgjatë, hop, zhurma kalon atje, raporton. Pra jep edhe informacione të tjera kur e ka kapur personin, okay? Unë kam këtu 3 muaj që telefonin unë nuk e mbaj fare në dhomën e gjumit, e kaloj
jo vetëm që kalojnë në kuzhinë në vend tjetër, por e fik fare natë për natë, edhe flë gjumë, flë top, flë shumë mirë. Duhet keni edhe shumë kujdes për këtë. Provoni një herë, do shikoni sa mirë do flini gjumë. Një e dyta, asnjëherë nuk mund të flem gjumë, duke menduar punën e të nesmen. Sepse, okej, unë ju kuptoj juve, stresi, puna, këto, ankthi, ça do bëhet nesër, do vi shefi, do vi kjo, furnizimi këto. Jo, 1 minutë përpara se të flini gjumë, gjithmonë duhet ta sakoni trurin, të mos qetësoni, të mos mendoni asgjë fare. Kjo është një mrekulli fare. Unë këtë i bëj dhe autohipnotizmoz, autohipnoz, si themi shqip. Pra, mua gjumi më zë pa vajtur 1 minutë në 40 sekonda. Për kasirin nuk mendoj asgjë fare. Kështu që njerëzit që mendojnë shumë gjëra para se të flenë gjumë, nuk e bëjnë gjumin tërhatshëm, shikojnë ëndra me gjarprinj, shikojnë ëndra të frikshëm, shikojnë ëndra me vrasje, me fluturime. Pra, këto të shqetësojnë. Jo vetëm kaq, por kur zgjohen natën nuk kthehen dot as majtas as djathtas. Kam shumë telefonata nga njerëz që thonë nuk kthehem dot majtas djathtas. Jo vetëm kaq, por edhe kur çoheni, kam dëgjuar gra që thonë kur vemi në kuzhinë darket, na duket sikur na shoqëron një hije. Edhe shikojnë edhe një grua në dritare. Okej? Që këtë grua e kam parë edhe vajza e saj që është 17 vjeçe. Pra duhet kemi shumë parasysh. Asnjëherë në darket nuk duhet i lëmë enët palara. Okej? Asnjëherë në mëngjes përpara se vemi në punë, u zgjuam pak me vonesë. Shikojmë orën, vajti ora 8. Çfarë bëjmë ne? Heqim pallonat, vesim pallonat tjetër, e lëm krevatin të parregulluar fare, kanatien këtej, një tjetër, i lëm rrobat mishmash në krevat dhe ikim. Jo, sepse duke i lënë kështu krevatin, ka qenie të padukshme, janë njësoj si shpirtrat, edhe bëjmë parti gjatë gjithë ditës me krevatin e parregulluar. Gjithmonë në mëngjes krevati duhet të jetë rregulluar. Okej? Ka shumë efekte të tjera. Tani unë do i mësoj juve se si mund të pastrojmë shtëpinë. Okej? Më falni. Atëherë, me këto 2 degët, një ditë do hapni dyert dhe dritaret, okej? Që t'i ajo energjia e ndetur në shtëpinë tuaj. Hapni dyert dhe dritaret, merrni këto dyja, i fusini në kovë me ujë, me krip, brenda i trazoni mirë shkondit që kështu, edhe i godisini karrigen, tavolinën, bufen, krevatin, komedinën, çdo gjë. Cepat e mureve shumë e rëndësishme kjo, se ajo energjia e mbetur qëndron edhe poshtë por edhe lart në cepat. Muret i gjoni të gjitha këto, i lini të pastrohet, lini derën dyert e dritaret me orë të tëra në mëngjes deri në drek, që ajo energjia e mbetur të ikit, të dalë jashtë shtëpisë. Okej? Edhe në fund fare, pastaj bëni edhe një cake ose buk, bëni një cake, okej? Ftoni dhe një mikun tuaj, një komshie aty, pse se kjo ju ndihmon shumë juve. Është bërë modës këtu në Angli që kur shitet një shtëpi, kur bëhet si blerja, vetë klienti për të pasur shtëpinë, sa hap derën brenda, të kënaqë era e ëmbëlsirës, e kekut. Edhe e bën kjo influencon për shitblerjen e shtëpisë. Ka sekrete të tjera. Unë sot është data 28, në datën 30, pra për 2 ditë unë do jem në Tiranë. Deri të premten. Nga e marta deri të premten jam në Tiranë. Në qoftë se nevojshme, okej, në qoftë se keni shumë të nevojshme, mund dërgoni mesazh në privat për t'i bërë një pastrim pra spiritual komplet shtëpisë tuaj. Ka dhe sekrete të tjera që shtëpia duhet pastrohet nga këto efekte. Zakonisht u marr një vezë, e kërkoj një vezë nga shtëpia, nga kuzhina, edhe vezën e prek në mur, komplet në të 4 anët e murit, në dhomë, ku? Në banjo, në kuzhinë, në sallon. E lëm vezën aty dhe të nesmen u them prindërve që ta çajnë atë vezën aty në një pjatë. Nëse veza është e pastër, atëherë do thotë që shtëpia nuk ka efekte të tilla, okay? Nëse veza ndryshon nga brenda, që mund të jetë kuqerrend me pika të zeza, e kaftë e errët, shumë e errët, nuk është vezë, okay? Atëherë do thotë që e gjithë ajo energjia negative është futur brenda në vezë. Okay? E zakonisht unë them më dërgoni foto, kam mbi 17 foto që veza nuk është vezë të nesmen. Okay? Përveç kësaj, kur të pastroni shtëpitë, kur të hapni dyert e dritaret, do të hapni në një ditë që ta shikoni diellin që ka dalë si rrot kaçkavadhi, okay? Të jetë dielli fort. Okay? Ja tani dori prap dielli. Atëre, përveç kësaj do merrni 2-3 goda me ujë me krip edhe do e çoni në cep të shtëpisë, ku mbas derës, në këmbë, në cep të dhomës, okay? Ndikon shumë, ky është efekt shumë i mirë sepse ajo energjia negative futet brenda pra në vezë, okay? Uroj t'jeni mirë.